Pranë lumit të kristalt, kapitulli 1. Gjeni është një dhije bukur e molit me gëzof në ngjyrë hire. Një ditë, ai po pente ujë në lumen e kristalt, dhe pa pritur i kujtoi ditët e lumtura kur pente ujë pa frikë. Por tani, ai ishte gjithmonë i rrezikuar nga dhitë me gëzof kofe, të cilat shpesh e sulmonin. Giulia, një dhije molit me gëzof kofe, po ndeqte një flutur të bordhë. Duke vrapuar pas fluturës, ajo pa prit ma superplas me Gjenin. E frikësuar, Giulia kërkoi folje. "Më fal, nuk të posh, më fal." Gjeni, i cili ishte i habitur nga kjo dhije e bukur, e ndaloi. "Prit, pse po nxitohesh? Unë jam Gjeni." Giulia, habitur nga sjellja e tij miqësore, filloi të tërhiqej shpejt. Ajo ishte mësuar të besonte se dhitë me gëzof hire ishte në armeq. E frikësuar nga përplosja dhe nga brirët e drejtë të Gjenit, ajo u largua me vrap te kopeja e saj. Gjeni mbeti pranë lume duke menduar për këtë takimin e papritur. Ai e dinte që Giulia ishte nga kopeja armike, por ndjente diçka të veçantë për të. Kjo ndjenjë po e shqetësonte, sepse ai ishte djali i udhëheqësit të dhive me gëzof hire dhe nuk mund të kishte ndjenja për një dhinë nga kopeja armike. Kapitulli 2. Plogët dhe zemërimi i Pipit. Pip është kushëriri i Giulias. Ai ishte i zemëruar për betejën e fundit me dhitë me gëzof hire. Ai kishte pësuar plog dhe ende ishte i përfshirë në zemërimin për humbjen e betejës. Giulia, edhe pse kujdesej për të, nuk mund të ndalonte mendimet për Gjenin. Takimi i tyre kishte bërë atë të mendonte ndryshe për dhitë me gëzof hire. Baboi Giulias vendosi që të nesërmën kopeja do të shkonte përsëri tek lumi. Ata kishin nevojë për ujë, dhe dhitë me gëzof hire po përpiqeshin të kontrollonin lumen. Giulia do të qëndronte pas borit derisa të fillonte lufta. "Do të ketë një betejë të madhe," tha baboi i saj. "Dhe këtë herë nuk do të lejojmë dhitë me gëzof hire të na largojnë." Giulia u shqetësua. Ajo nuk donte të shete Gjenin të lëndohej. Ajo nuk donte të ishte pjesë e një lufte. Por si mund të ndryshonte ajo këtë situatë? Ndërkohë, Gjeni gjithashtu mendonte për Giulian. Ai e dinte që takimi i tyre do të qënte në një përballje mes kopeve. Por ai nuk donte luftë. Ai donte që të dy kopet të jetonin në paqe. Kapitulli 3. Takimi pranë lumit. Të nesërmë në mëngjes, Giulia dhe kopeja e saj u nisën për tek lumi. Pip dhe dhitë e tjera me gëzof kofe ishin të gatshme për luftë. Ndërsa ata u afruan, Pip pa Gjenin pranë lumit. Ai e sulmoi menjëherë. "Jo Pip, lëre!" bërtiti Giulia duke u përpjekur të ndërhënte. Pip e goditi Giulian pa dashje, por ajo e mbrojti Gjenin. Gjeni, duke parë se Giulia po sakrifikohej për të, u ngrit dhe largoi Pipin me një përplosje të fuqishme. Pip u hodh në ajër dhe ra mbi lukën, kushëriren tjetër të Giulias. Kopeja me gëzof kofe e tërhoqi Pipin të plagosur në shtëpi. Giulia mbeti e shtrir, e lënduar, ndërsa Gjeni po kujdesej për të. Ai e mori në shpellën e tij dhe u kujdes për plogët e saj. "Faleminderit që më mbrojte," i tha Gjeni, ndërsa ajo filloi të rikuperohej. Giulia kuptoi që Gjeni nuk ishte armiko që mendonte. Ata filluan të ndjenin diçka të veçantë për njëri tjetrin, por e dinin që kjo dashuri ishte e ndaluar. Kapitulli 4. Gjeni, Giulia dhe Gjenka. Gjenka është motra e Gjenit. Ajo filloi të kërkonte vëllain e saj. Ajo e kishte ndjer mungesën e tij në kope dhe ishte e shqetësuar. Kur e gjeti, Gjeni po qëndronte pranë Giulias, që ende po shërohej. "Gjeni, çfarë po bën?" pyeti Gjenka. "Kjo është një dhimë malore me gëzof kofe." "Po, por ajo më shpëtoi," shpjegoi Gjeni. "Ajo është ndryshe." Gjenka u habet, por ajo e dinte se vëllai i saj i kishte një zemër të mirë. Ajo vendosi ta ndihmonte atë dhe të mbante sekretin e tij. "Do të ndihmoj sot, por nesër duhet të kthehesh në kope dhe t'u tregosh të gjithëve për këtë," tha Gjenka. Gjeni dhe Giulia vendosën të përpiqeshin të bënin paqe mes dy kopeve.
Ata e dinin që do të ishte e vështirë, por nuk donin të luftonin më. Ata donin që të gjithë të jetonin në poqe pranë lumit. Kapitulli 5. Betejë për Julian. Të nesërmë në mëngjes, Kopeja dhive me gëzëv kofe u nis për të sulmuar përsëri. Ata mendonin se Gjeni dhe 10 me gëzëv hire po përpiqeshin të kapnin lumen. Ndërsa lufta filloi, Julia dhe Gjeni ishin të kopur mes dhive që godesnin njëri tjetrin. Julia ishte e frikësuar, ajo nuk donte që Gjeni të lëndohej. Ajo gjithashtu nuk donte që kushëriri i saj Pep të lëndohej përsëri. Për fat të mirë, në momentin e fundit, nëna e Julias ndërhyri. A nuk e keni pasur mjaft? Tha ajo me zemrim. Ne po luftojmë për një lum, por tani nuk ka më ujë. Duhet të bashkohemi dhe të kërkojmë një burim të ri së bashku. Babai i Julias ro dakord. Ai e kuptoi se lufta nuk ishte kuptim. Të dy kopet vendosën të bashkoheshin dhe të kërkonin ujë së bashku. Kapitulli 6. Posja mes kopeve. Të dy kopet, 10 me gëzov hire dhe 10 me gëzov kofe, filluan të udhëtojnë së bashku. Ata e kuptuan se ishin më të fortë kur ishin të bashkuar. Julia dhe Gjeni qëndronin në fund të kopes, të lumtur që mund të ishin së bashku. Do të gjejmë një lumë të ri, tha babai i Julias. Së bashku do të mbjetojmë. Julia dhe Gjeni ishin të lumtur. Ata e dinin që së bashku do të përballonin çdo vështirësi dhe do të gjenin ujë të mjaftueshëm për të gjitha kopet e tyre. Ndërkohë, dielli po perëndonte dhe të gjithë dhitë malore nesën rrugën e re, me shpresë se do të gjenin lumë të kristalt dhe livodhe të gjelbëruara në të ardhmen.